Në që një konstitucion edhe kombëtar. S'ka flamuj. Do të themi tek ndeshja Ne kemi fatin i pas të dyjat. Kemi edhe flamurin kombëtar dhe shtetor. Në Kosovë. Po. Kush ka thonë? Po. Me këta. Do ta vëmë debatin një tjetër. Pas ka zhvendoshur ti zhvendos çu se kam ditë këta mbroj flamurin kush e zë. Nga humbur identitetin kreçisht në debat. Kam pyetjen e fundit edhe kthehemi te ndeshja. E nis kësaj radhe me Granitin. Duhet Kosova të synoj shtesën, penaltit, tjetë e qetë, apo duhet bëja atë që po thot profa? Sulmoj qysh në fillim. Menoj që sado që të shkojnë koha do të jemi në favor. Për shkak se presioni do të rritet për kundërshtarin. Unë ashtu e shoh. Nëse shkojmë në vazhdime, menoj që alternativa kemi më shumë për fazën e sulmit. Kemi lejtar që mund me bëu diferencën, një lejtar me potencial, e thamë më herët. Këto ndeshje mund na me prit edhe penalti, domethënë, kështu që mendoj që do të jetë një ndeshje që do të vendos një gol, domethënë, nuk ka ndeshje ku do të ketë hapësina shumë ose do të ketë spektakël. Lejtarët me përvojë Kosova apo Slovakia? Mendoj që të dy kombëtarët. Penaltit kanë përshtypjen që përvoja është. Jo, niveli ndërkombëtar dhe kombëtar tash unë mendoj se Slovakia ka përvojën. Se nëse merr pjesë në kampionate botërore dhe ke luajti ndeshje të rëndësishme, është normale ajo. Frymarrja është ndryshe, ata ndihen ndryshe. Domethënë se ti për herë të parë, atëherë ti mund të shfrenosh të gjitha dëshirat brenda një ndeshje, ndërsa ata janë më të ekuilibruar. Unë mendoj se edhe Foda, edhe trajneri i Slovakisë i kanë menduar këto opsione.